Këshilli Bashkiak Mato është mbledhur këtu të enjtë për të zhvilluar mbledhjen e radhës për muajin maj. Në këtë mbledhje, këshilltarët e pranishëm shqyrtuan 5 pika në rendin e ditës. Pika 1, miratimi i rendit të ditës. Pika 2, shqyrtim dhe miratimi i fondit 6% të ndihmës ekonomike në muaj prill 2025. Pika 3, shqyrtim dhe miratim i përfituesve nga programi subvencion interesave të kredisë për shtrehim. Pika 4, shqyrtim dhe miratim i listës familjeve përfituese të programit të shtrimit social subvencion i qeras, pika 5, shqyrtim dhe miratim i ndryshimit në buxhetin e vitit 2025 dhe pika 6 të ndryshme. Hedhjen në votim rendin e ditës, kush është dakord, ju lutem karton. Pas miratimit në parim, këshilli nisi shqyrtimin e pikave 1 nga 1. Fillimisht këshilli miratoi me të gjitha votat e anëtarëve të pranishëm projekt vendimin e fondit 6% të ndihmës ekonomike muaj prill 2025. Më pas, këshilli diskutoi projekt vendimin e përfituesve nga programi subvencioni i interesave të kredisë për shtrehim. Pas diskutimeve, këshilli e miratoi këtë pikë me votat e nevojshme. Këshilltarët shqyrtuan dhe miratuan listën e familjeve përfituese të programit të shtrehimit social, subvencioni qeras. Me votat e nevojshme u miratua edhe projekt vendimi i një ndryshimi në buxhetin e vitit 2025. Në fund, këshilltarët diskutuan kërkesat e banorëve të cilat u shqyrtuan tek pika e të ndryshmeve.